Faleminderit për pranimin tuaj sot për të përcjellë tek qytetarët rezultatin e angazhimit maksimal të strukturave të policisë shtetit me qëllim zbardhjen e ngjarjes së ndodhur ditën e dieshme në fshatin Balltren, ku vetën të vrarë marrëzjarri shtetasit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Më datë 26/4/2026, rreth orës 14:50 minuta, në rrugën Balltren Torovic, nga persona të pa identifikuar, e qelluar marrëzjarrin drejtim të automjetit që drejtohej nga shtetasi Kreshnik Mujeci. Me marrjen e njoftimit, në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë dhe ato të emergjencës. Për të hetuar dhe zbardhur ngjarjen, u ngrit një grup i posaçëm hetimor me specialistë e hetimit të krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, departamentin e policisë kriminale, si dhe ekspertët më të mirë të kriminalistikët, të cilët në drejtimin e prokurorisë kanë vijuar intensivisht veprimet hetimore në vendin e ngjarjes dhe një sër veprimesh të tjera me metoda proaktive në funksion të zbardhjes dhe dokumentimit të plot ligjor të saj. Hetimet kanë vijuar me kqyrjen dhe administrimin e të gjitha pamjeve filmike, mbi itinerarinë e lëvizjes së viktimave dhe autorëve, analizimin e çdo prove materiale dhe si rezultat është identifikuar njëri prej automjetëve të përdorura nga autorët i markës Audi A4. Në vijim të hetimeve të thelluara dhe profesionale, analizimit të çdo prove që lidhej me ngjarjen, u bë mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM, 22 vjeç, FM, 36 vjeç dhe RM, 23 vjeç, banues në Lezhë. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prer rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye gjakmarrje. Hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Operacioni vijon në terren ku janë përfshirë forcat speciale RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe strukturat operacionale të drejtorisë vendore të policisë Lezhë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e automjeteve dhe të armëve të zjarrit që janë përdorur për kryerjen e vrasjes.